ju si e shikoni tani, se e the pakti që po shiko kjo puna e tradhtarëve, të shiturve, të blerëve është një histori shumë banale këtu në vendin tonë, edhe me të drejtën karakteristike e partisë tuaj kjo, më shumë se sa. Edhe unë besoj që kjo është karakteristike e partisë tuaj për arsye të mendësisë partisë madhe të asaj tjetrës që vazhdon të partia juaj nëpërmjet, dini ju se kujt se s'duhet ju fus në për situata provokative, që o qendrestar dhe hero kur je me mua, o tradhtar dhe i shitur kur më del përballë, që është banale, po këtë s'keni ç'a bëni, këtë do ta hiqni. Ne jemi një partia demokratike, po s'ka pak demokracia aty brenda. Është pak problem. Dhe se e nisët ta thoshit, po e lash për në fund. Primaret ishin një goditje, si tush, thuajse përfundimtare e iluzionit apo. Po. Ishte domethënë një fars. Shkon kandidat domethënë që dalin do parët që janë fare në listë. Po ku janë ta? Se dakord, unë jam tradhtar, unë ushita. Po gjitha demokratë domethënë që dolën të parët të dytë, domethënë su futën në për lista, nuk ishin në pjesë të angazhuar. Edhe ata tradhtar. Mirë, dakord, unë erdha tu në podcast, erdha me zyshën, isha me ju në tavolin. Mirë, unë tradhtar, por ta tjerët, edhe ta tradhtar, se ta s'po bëjnë një ndalje publike, se edhe ata tradhtar do quhen. Të gjithë domethënë janë tradhtar, vetëm ta janë dominë. Për sa kohë heshti nuk janë tradhtar, po folën ata është e sigurt. Tradhtar të kombit domethënë. Ne jemi domethënë ata që do pombi Partia Demokratike, që me shumë mundësi po, ne jemi ata që e theti do tani halli juaj është që do fitoni. Se si na ngjan tani. Sara, po ti lidhur me këtë historinë e primareve, më thej që ke ndjesinë që kjo është shumë e përhapur si ndjenjë negative. Nëse lexohet lista me vëmendje që ka bërë Partia Demokratike, është listë opozite. Është listë, ata janë shumë të qartë, që do jenë të dytët në këtë garë. Ata kanë bërë një listë që të mbajnë veten e tyre, të vazhdojnë të mbajnë leadershipin e tyre. Nuk ka qenë një listë qytetare, nuk ka qenë për një listë përfaqësuese. Është listë që të mbajnë dhe të vazhdojnë leadershipin për një kohë shumë gjatë. Edhe unë nuk shoh të ardhmen në Partinë Demokratike fatkeqësisht. Edhe do ta them fatkeqësisht, sepse nuk është se po ndryshon fryma tani. Është ka qenë dhe do mbetet e njëjta frymë për një kohë shumë gjatë. Dhe Partia Demokratike do vi gjithmonë duke ulur. Edhe kam bindje këtë që po them. Mund ndërtohet një forcë tjetër, nuk po bëj parashikime, por Partia Demokratike në këtë pikë nuk ka më kthim pas. Okej, shumë faleminderit për